إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasim vetëm Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut që të na ruajë nga të këqijat e vetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb, dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzojë përposë me lejen e tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij sallallahu alaihi wasallam. O vëllezërit e mi të nderuar, o vëllezërit e mi të dashur, Allahu I madhëruar na zgjodhi neve si umet, na nderoi Allahu dhe na ngriti mbi të gjithë umetet e tjera. Allahu I madhëruar na dha një vlerë aq të madhe sa që na zgjodhi një ditë madhështore një herë në javë, e që ne si musliman disa herë neglizhojmë. Kjo ditë madhështore që vjen një herë në javë, e cila është ditë e Xuma, është ditë që robi muslimani I sinqert dhe I devotshëm nuk duhet ta neglizhojë dhe nuk duhet të harrojë mirësitë, begatitë dhe veçoritë e kësaj dite madhështore. Shumë prej muslimanëve I kanë haruar këto vlera madhështore të kësaj dite. Profeti sallallahu alaihi wasallam thanë hadith sakt, ne jemi të fundit si umet, ta jemi umet I fundit, ama jemi të parët në ditën e Kiametit. Subhanallah, jemi të fundit si umet, pa para Kiametit ne jemi umet I fundit, nuk do ketë umet tjetër. Dhe tha, por në ditën e Kiametit jemi të parët dhe ja kemi të kaluar popujve para nesh. Edhe pse atyre u është dhënë libri para nesh, Allahu atyre u bëri obligim këtë ditë, ditën e Xuma. Mirë po ata kundërshtuan dhe nuk e pranuan këtë ditë madhështore. Prandaj dhe Allahu I madhëruar na zgjodhi neve, o vëllezër, wallahi Allahu na zgjodhi neve dhe na dha privilegjin më të madh, duke na e dhënë këtë ditë madhështore. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe të tjerët, pra njerëzit e tjerë na pasojnë neve, që do të thotë, pra të çifutët e kanë nesër tha, ndërsa të krishterët pas nesër. Pra ne kemi ditën e Xuma, na e zgjodhi Allahu, edhe pse u kishte mundsuar edhe atyre para nesh. Pra ju dha Allahu, pra ata nuk e pranuan. Dhe Allahu na e dha neve, e ruajti për neve, për umetin e fundit, për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne kemi ditën e Xuma, çifutët kanë ditën e shtunë, ndërsa të krishterët ditën e diel. Elhamdulillah që Allahu na zgjodhi neve, na bëri për ato që ta madhrojmë këtë ditë madhështore. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam e madhroi këtë ditë. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam veçoi adhurimet veçanta për këtë ditë. Adhurime që nuk janë në ditët e tjera. Në këtë ditë për shembull, robi që mas sabahut, mas I lind dielli, e deri para se hyp imamin minber, ka mundësi të falë namaz pa fund. Pa kjo është vlerë madhështore. Prej veçorive të kësaj dite madhështore është edhe dërgimi I salavatëve mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të dërgojmë sa më shumë salavate mbi pejgamberin alaihi salam. Prej veçorive të kësaj dite madhështore është se profeti sallallahu alaihi wasallam çdo ditë Xuma në sabah, pra në namazin e sabahut, lexonte surën Sejdë dhe surën Insan. Në këto dy sure janë përmbledhur çfarë ka ndodhur dhe çfarë do të ndodhë deri në ditën e Kiametit. Këto dy sure, po ti lexojmë o vëllezër, vallahi do të kuptojmë realitetin e kësaj bote. Aty përmendet realiteti I kësaj bote, aty përmendet përfundimi I kësaj bote, aty përmendet krijimi I Ademit alayhis salam. Aty ka këshillim për besimtarët. Kjo ditë e Xuma, kjo ditë e begat, ka veçori të tjera, për shembull si leximi I surës El-Fatiha, që profeti sallallahu alaihi wasallam tha kush e lexon, leximi I surës El-Kahf, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon surën El-Kahf ditën e Xuma, Allahu ka për të ndriçuar
domethënë deri në ditën e xumat tjetër. Ka për të ndryshuar Allahu te bareke ve teala, ka për t'i dhënë dritë këtij personi. Prandaj mos ta neglizhojmë leximin e surës Al-Kahf në ditën e xumat, sepse edhe ajo sure përmban shumë mësime në të, përmban shumë këshilla për besimtarët, përmban shumë udhërfime, shumë udhëzime për ne. O vëllezërit e mi, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith tjetër, nuk ka ditë që dielli lind më mirë se sa ditën e xumat. Subhanallahu, pa ditën e xumat ka një vlerë të madhe që dielli lind më mirë se ditët e tjera. Në këtë ditë u krijua Ademi alayhis salam, tha profeti alayhis salam. Në këtë ditë u fut në xhenet dhe në këtë ditë doli nga xheneti dhe në këtë ditë ka më u bë kiameti. Pra ka veçori të mëdha këtë ditë. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë ditë se nuk i dihet, pa ne thamë që ka ta ditë që përmendëm, profeti sallallahu alajhi wasallam çata, në këtë ditë u krijua Ademi alayhis salam, në këtë ditë u fut në xhenet, në këtë ditë doli prej xhenetit dhe në këtë ditë do të bëhet kiameti. Pra o vëllezër, ne duhet ta shfrytëzojmë këtë ditë, mos ta neglizhojmë. Mos trim rrugëve, mos trim për kafene, mos trim për shtëpi. Jo po që ka vapi, jo po që ka ftoftë gjatë dimrit. Jo. Ta shfrytëzojmë këtë ditë, sepse në këtë ditë do bëhet kiameti. Çfarë do thotë do bëhet kiameti? Që nëse Allahu vendos më u bë kiameti, për shembull po themi sot a javës tjetër ti s'do kesh më mundësi të punosh. Prandaj duhet kemi kujdes. Profeti pse ne ka dhënë këto paralajmërime? Që ne të përgatitemi, të mos presim xhuman tjetër, por ta shfrytëzojmë këtë xhuma që jemi. Padyshim se dita e xhuma ka shpërblime madhështore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë, thot ku shkon në xhami ditë e xumat, në orën e parë, është sikur të ketë thërur kurban një deve. Ku shkon në xhami ditën e xumat, në orën e dytë, është njësoj sikur të ketë thërur kurban një lop. Ku shkon në xhami ditën e xumat, në orën e tretë, është njësoj sikur të ketë thërur një dash të majm me brirë të mëdhenj. Ku shkon në orën e katërt, është njësoj sikur të ketë prej kurban, apo sikur të ketë prej një gjel. Dhe tha, ku shkon në orën e 5, është njësoj sikur ka dhënë sadaka një ves. Dhe pastaj, kur imami hypën në mimber, mbyllen regjistrat. O vëllezërit e mi, pasha Allahun, disa prej muslimanëve sot shumë e neglizhojnë. Kjo është ditë madhështore. Subhanallah, ai jo vetëm që nuk vjen në orën e parë të xumas, ta masabahu po flasim, as në orën e dytë, as në orën e tretë, as në orën e katërt, as në orën e pestë, por ai vjen në fund namazit, nuk e gjon as hutben, ndoshta edhe në katërën e fundit të xumas. Vallai kjo është turp. Pasha Allahun, imagjino, Allahu ta ka bërë mundur që ti të fitosh gjithë këto shpërbime. Po themi që ti nuk mundet ditë xumë me shku në orën e parë, shku në orën e dytë, mas sabahut. Nëse nuk mundet në orën e dytë, orën e tretë, në orën e katërt, në orën e pestë, pa ke mundësi. E në momentin që imami del në hutbe, atëherë mbyllen regjistrat. Me lajket rinë me regjistra hapur derisa pas aty imamin në minber. Me regjistra hapur dhe shkruajnë kush erdhi i pari, pa në orën e parë, kush erdhi në orën e dytë, kush erdhi në orën e tretë dhe ashtu në shpërbimet. Në momentin që imami ka hyrë në minber, mbyllen regjistrat dhe me lajket e Allahut ulen dhe dëgjojnë imamin, subhanallah. Për o vëllezër, mos mendojmë ne se jemi vetëm xhami. Në afpar kemi Allahun, në cilin na shikon, na dëgjon. Zbet me mëshirën e vet, pa na kaplon me mëshirën e vet, sepse jemi tubuar për hir të tij. Por edhe neve na rrethojnë me lajket që ne nuk i shohim, ama na rrethojnë me lajket. Prandaj, edhe nuk është për etikës që ne me lajket kanë ardhur të dëgjojnë hutben, të dëgjojnë fjalën e Allahut, të dëgjojnë ajetet e Kur'anit, hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ne të luajmë. I kemi parë shumë vëllezër ditën e xumat, as nuk e le telefonin silent apo nuk e fik dhe luan me telefon. Nuk lejohet të luash me telefon në orën e xumas, kur imami është duke ligjëruar. Sepse në momentin që ti jap telefonin, luan me të apo i flet tjetrit, dije se ke dal pa shpërbim nga xumaja. Ke dal pa shpërbim o vëllezër. Pra kjo ditë është për të shfrytzuar, nuk është për të anashkalu. Nuk bën o vëllezër pasha Allahun. Gjithë këto mirësi që Allahu na i ka dhënë, a bën me i nënversu pasha Allahun jo. Disa për njerëzve po i quaj ignorant. Ignorant në të vërtetë ignorant, pa njerëz pa ditur, për ignorant do thotë njeri pa ditur. Janë aq të pa ditur sa që u japin përparësi tregjeve të tyre,
pa tregtisë së tyre, biznesit të tyre para xumas. Allahu i madhuar tha: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Thot Allahu i madhuar: "O ju besimtar, po na drejtohet neve Allahu, po na nderon me këtë thirrje, që nuk po i thret askënd tjetër përveç nesh besimtarve." Thot: "O ju të cilët keni besuar, o ju besimtar, kur të thirret ezani i xumas, kur të thirret ezani i xumas, vraponi, nxitoni për tek përmendja e Allahut, për të dëgjuar hutben, për fal namazin e xumas, dhe lërni tregtin, thot Allahu, subhanallah, sepse kjo xumaja, o kjo hutbja, është më e hajrit për ju, është më e mirë për ju, si ku ta dinit." Dhe pastaj Allahu po thot, në momentin që kryet xumaja, kryet hutbja, xumaja mbaron, namazi i xumas mbaron, thot shpërndauni në për tokat tuaja, shpërndauni në për bizneset tuaja, shpërndauni në për tregtit tuaja dhe kërkoni për mirësisë të Allahut. Pra Allahu nuk po thot rigji ditën në xhami, por kur thirret ezani i xumas, ti të vish në xhami. Leje punën, mbyll dyqanin, se nuk ka hajër ai lekë që ti do marrësh në atë periudhë që thirret ezani. Leje gjysore para, një orë para, shko bëu gati në shtëpi. Bëu gati, pastrohu, parfumosu, se është mirësi e madhe o vëllezër për Zotin e madh. Pa Allahu pastaj për ti mundsin, po thot Allahu, pastaj mas xumas shpërndau në për tokat tuaja, në për bizneset tuaja dhe në për tregtit tuaja dhe përfitoni nga mirësitë e Allahut. Dhe pastaj çfarë thot? Dhe përmendeni Allahun shumë. Dhe shpëtimi i robit i muslimanit ku është? Tek përmendja e Allahut. Sado që të punosh ti për dynja, shpëtimi i vetëm i joti ku është? Tek përmendja e Allahut o vëllezër. A e dini o vëllezër, çfarë shpërblimi ka që ti të arresh punën dhe të nisesh herët për xhuma? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush lahet dhe pastrohet dhe merr gusull ditën e xhuma, çohet herët dhe niset herët për xhami dhe pastaj afrohet afër imamit dhe nuk flet dhe hesht dhe dëgjon imamin, do t'i shkruhet në çdo hap që ka bërë një vit agjërim, pa një vit shpërblim agjërimi dhe një vit shpërblim namaz nate, namaz nafile, namaz vullnetar. Allahu akbar. O vëllezër, nëse robi është larë, është ka marrë gusull, është pastruar pra, na pa pastërtit, pastaj është nis herët në xhami, është çu herët, është nis herët, afrohet tek imami, afër imamit, atëherë ky person në çdo hap që ka hedhur do të marrë shpërblim, një vit agjërim dhe një vit sikur ka fal namaz nate. Nëse robi ka bërë 100 hapa, imagjino 100 vite adhurim ndaj Allahut, a nuk është kjo madhështore o vëllezër? Subhanallah. E si mundet që një musliman në këtë ditë madhështore, në këtë ditë që na zgjori Allahu neve si umet, në këtë ditë që profeti alayhis salam i dha përparësi dhe tha, kjo është festa e muslimanëve, festa e javore e jonë o vëllezër. Si ka mundësi një musliman ta neglizhojë këtë shpërblim madhështor? Shpërblime pa kufi. Tham pra për shpërblime ishte që kush vjen orën e parë, me shpërblim sikur ka thënë një deve, kush vjen orën e dytë, sikur ka thënë një lop, kush vjen orën e tretë, sikur ka thënë një dash, kush vjen orën e katërt, sikur ka thënë një pul, kush vjen orën e pestë, sikur ka dhënë sadaka një vez. Ky njëra për shpërblime kjo. Tjetri, kush lahet, pastrohet, merr gusull, niset herë për xhami, shkon afër imamit, do të merr ka shpërblimin e një viti agjërimi dhe një viti namaz nate. Namaz vullnetare. Allahu akbar. Shpërblimet pa kufishme, subhanallah. O vëllezër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith tjetër, xumaja deri në xuma bëhet shkak që të na falen gjunat tona. Ka thënë profeti në hadith sakt, namazet, 5 namazet, pa namazin nga namaz, bëjnë shkak që të falen gjunat e vogla, jo të mëdha, se të mëdha duan pendim të veçantë. Por gjunat e vogla falen me anë të namazeve, mes namazeve, kush fal namazet. Pastaj tha xumaja deri në xuma bëhet shkak për faljen e gjunaheve. Tha Ramazani dhe në Ramazan bëhet shkak për faljen e gjunaheve të vogla dhe në një hadith tjetër përmendi umrja deri në umre, pa umre që është vizita e Qabes, umrja deri në umre është falje gjunahesh. Subhanallahu, gjithë këto shpërblime madhështore. Aja vlen që muslimani të lër për një tregti
Do fito ka i për gjuma, pa gjumas po themi që e neglizhon. Do fito ka në atë biznes apo tregti 100.000 lek, apo 200.000, apo 1 milion, apo 100 milion. Po a mu me vlerë sa gjumaja është? Allahu thot, dhelikum khajru lekum thot. Gjumaja është më e hajrit për ju, sa do që të fitoni ju. Nga tregtia, nga biznesi, dini se gjumaja është akoma më e hajrit. Nëse ju keni fitu 100 milion lek para gjumaja është akoma më e hajrit se këto 100 milion lek që keni fitu ju. Ndërkohë që asnjë nuk mund të fitoj 100 milion lek vetëm nëse janë biznese të mëdha fare. O vëllezërit e mi, mos t'i neglizhojmë këtë ditë madhështore. Kjo ditë vallahi një javë vjen, po vjen me mirësi, me begati. Prandaj, mos ta neglizhojmë. Mos ta lëm leximin e surës Kahf. Ta lexojmë surën Kahf. Ajo sure ka shumë përkujtim, ka shumë udhëzime, ka shumë këshilla për ne besimtarët. Ta lexojmë çdo ditë xumaje dhe mos ta neglizhojmë. Dhe gjithashtu vëllezër, ti këshillojmë vëllezërit tan, shokët tan, fëmijët tan, familjarët tan, hajde në xhami. Hajde fitoni këto shpërbime madhështore. O vëllezër, ju të heq vërejtjen dhe vëmendjen. Pash Zotin, kur të vini në xhami gjysore para apo një orë, mos u merrni me llafe, mos u merrni me muhabete, sepse muhabetet e dynjas s'kan të sosur. Merruni me përmendjet e Allahut, merruni me Kur'an, me lexim Kur'ani, merruni me falje namazi, sepse këto do ndikojnë tek ne, o vëllezërit e mi. Subhanallah. Madhështore janë këto shpërblime, por lum ai i cili i shfrytëzon në maksimum. Lum ai i cili nuk i neglizhon, lum ai i cili i madhron. Disa njerëz, disa musliman, të cilët janë me të vërtet paditur, mendojnë se duke i gjuar këto hadithe, o çfarë shpërblimi pas ka xumaja, çfarë bën ai? Thot, vetëm me xuman do më eftojmë, nuk do fal namaze. Jo, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam tha, gjunat i falen personin nëse vjen xuma, nga xumaja në xuma, në momentin që shmang gjunat e mëdha, shmang kriminalitetin, shmang alkoolin, shmang kundërshtimin ndaj prindërve, e kështu me radhë, pa gjunat e mëdha. Nëse ne nuk i shmangim gjunat e mëdha, atëherë gjunat e vogla s'kan për të na u falur. Prandaj, njerëzit të tillë mendojnë se me një falje xumas ai e kreu çdo gjë. Jo, në momentin që ti fal xuman dhe le namazet ditore, atë ti ke hyrë në gjunat madh dhe lënia e namazeve është për gjuna më të mëdha. Prandaj, nëse robi i lën namazet 5 ditë, domethënë 5 namazet në ditë dhe nuk i fal ato, ta di mirë se gjunat s'kan për t'u falur, sepse ai po bën gjuna të mëdha. Elusi Allahun e madhëruar që Allahu të na vëdësoj, na udhëzoj nga e drejta. Elusi Allahun e madhëruar që këtë ditë t'ja japi madhështinë ashtu siç duhet. Kjo ditë mos jetë për ne si ditë pushimi, por të jetë ditë gëzimi dhe madhërimi ndaj Allahut dhe përmendje në Allahut te bareke wa taala. Elusim Allahun e madhëruar që Allahu na i pranoj veprat këtë ditë. Kjo ditë o vëllezër për veçorinë e saj dhe këtë do të cek të fundit, është edhe një orë në të cilën nëse robi bën dua në këtë orë, Allahu ka për t'ia pranuar lutjet. Kush është kjo orë? Është një orë para se thirret namazi e ezani i akşamit. Një orë ditën e xumë para se thirret akşami, nëse bëjmë lutje, Allahu ka për të na pranuar lutjet, nëse i bëjmë me sinqeritet për Allahun te bareke ve teala, ashtu siç dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na tregoi në hadithet e tij të sakta.